Horoskopi për muajin Korrik 2025. Horoskopi i dashit për muajin Korrik 2025. Dashi, ky muaj sjell një përzierje emocionesh dhe sfidash. Ndërsa Marsi energjizon sektorin tuaj shoqëror, mund të gjendeni të rrethuar nga njohje të reja. Zgjeroni rrjetin tuaj. Ky është muaji për të forcuar lidhjet tuaja profesionalisht dhe personalisht. Financiarisht, Saturni i kujdesshëm ju këshillon të rishikoni buxhetin tuaj për të shmangur shpenzimet e tepërta. Karriera juaj mund të shohë një ndryshim, duke ju nxitur të tregoni shkatësinë tuaj. Marrëdhëniet mund të ndihen intensive. Komunikimi do të jetë çelësi për të ruajtur harmoninë. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi shëndetit mendor dhe përfshini një orar të ekuilibruar për të shmangur lodhjen. Hëna e plot në mes të muajit nxjerr në pa anën tuaj krijuese. Përqafoni hobi që stimulojnë imagjinatën tuaj. Ndërsa Merkuri shkon në retrograd më vonë gjatë muajit, kini kujdes nga keqkuptimet dhe kontrolloni 2 herë të gjithë komunikimin. Reflektimi është aleati juaj, dhe rregullimi i planeve tani do të hap rrugën për tranzicione më të buta. Në përgjithësi, qëndroni me ndje hapur dhe të adaptueshëm për të shfrytëzuar potencialin e plot të këtij muaji. Horoskopi i Demit për muajin Korrik 2025. Demi, Korriku ofron mundësi për të forcuar themelet tuaja. Venusi, planeti juaj sundues, përqendrohet në shtëpi dhe familje, duke inkurajuar aktivitete lidhëse. Rivlerësoni hapësirën tuaj të jetesës për të siguruar që ajo promovon qetësi dhe rehati. Përparimet në karrierë janë të mundshme pasi Jupiteri mbështet ambicjet tuaja, duke ju nxitur të merrni role udhëheqëse ose përgjegjësi të reja. Megjithatë, shmangni angazhimet e tepërta. Ekuilibri është thelbësor. Financiarisht, ky është një muaj i mirë për të investuar në asete afatgjata. Por konsultohuni me një profesionist. Jeta dashurore duket e qëndrueshme, por qartësia dhe ndershmëria do të forcojnë lidhjet. Sa i përket shëndetit, eksploroni rutina që rrisin mirëqenien fizike dhe mendore. Aktivitetet në natyrë mund të jenë veçanërisht freskuese. Në mes të muajit, hëna e re inkurajon fillime të reja. Prandaj vendosni qëllime për rritje personale. Ndërsa Merkuri është në retrograd, kontrolloni 2 herë planet dhe dokumentet e udhëtimit. Merrni në konsiderat rishikimin e projekteve të kaluara për frymëzim. Përqafoni durimin dhe përshtatshmërinë pasi mësimet e këtij muaji do të forcojnë rrugën tuaj përpara. Horoskopi i binjakëve për muajin Korrik 2025. Binjakët, përgatituni për një korrik dinamik. Ndërsa Merkuri intensifikon kuriozitetin dhe komunikimin tuaj. Angazhohuni në aktivitete që nxisin të mësuarit dhe zgjerojnë horizontet tuaja, të tilla si punëtori ose kurse. Megjithatë, me Merkurin në retrograd më vonë këtë muaj, prisni vështirësi të vogla në komunikim. Durimi dhe qartësia do të jenë jetësore. Profesionalisht, inovacioni është aleati juaj. Eksploroni projekte të reja, por sigurohuni që angazhimet të përputhen me qëllimet tuaja. Financiarisht, kjo periudhë sugjeron kursimin në vend të shpenzimit të tepërt. Planifikoni në mënyrë efikase për stabilitet. Dashuria merr një kthes aventureske, shijoni momente spontane me të dashurit. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në balancimin e aktiviteteve mendore dhe fizike. Yoga mund të rrisë paqen e brendshme. Energjia e mesit të muajit mbështet përmirësimet e shtëpisë bëje vetë, duke rritur rehatinë e hapësirës suaj personale. Ndërsa jeta shoqërore merr një nxitje, mos u përhapni shumë. Reflektoni mbi vendimet e kaluara për rritje. Ky vetanalizë do të informojë zgjedhjet e ardhshme. Në përgjithësi, përqafoni fleksibilitetin dhe përshtatshmërinë për të lundruar nëpër këtë periudhë transformuese. Horoskopi i Gafores për muajin Korrik 2025. Gaforia, Korriku përqendrohet në rritje ndërsa dielli në shenjën tuaj thekson zhvillimin personal. Përqafoni kujdesin për veten dhe ripërcaktoni qëllimet tuaja për të reflektuar autenticitetin. Financiarisht, buxhetimi është thelbësor pasi mund të lindin shpenzime të papritura. Planifikimi i kujdesshëm siguron stabilitet. Përparimet në karrierë janë të mundshme përmes bashkëpunimeve. Qëndroni të hapur ndaj përpjekjeve të ekipit dhe qëllimeve të përbashkëta. Jeta dashurore lulëzon me energji ushqyese. Bisedat intime mund të thellojnë lidhjet. Përqendrohuni në familje, ndërsa Venusi rrit harmoninë në shtëpi. Forconi lidhjet përmes aktiviteteve të përbashkëta. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është çelësi, përfshini teknikat e meditimit ose relaksimit në rutinat e përditshme. Hëna e plot në mes të muajit inkurajon çlirimin emocional.
Shprehja e ndjenjave mund të shërojë plagët e së kaluarës. Ndërsa Mërkuri kthehet në retrograd më vonë, kini kujdes për keq komunikimet. Praktikoni durimin dhe qartësinë në dialogje. Kreativiteti lulëzon, prandaj angazhohuni në ndjekje artistike për të ushqyer shpirtin tuaj. Në përgjithësi, jepni përparësi mirëqenies emocionale dhe vlerësoni udhëtimin e rritjes, duke krijuar transformime të qëndrueshme. Horoskopi i Luanit për muajin Korrik 2025. Luani, Korriku i jep energji ambicieve tuaja me Marsin që nxit përpjekjet në karrierë. Kapni këtë moment për të shfaqur leadership dhe për të ndjekur aspiratat. Ndërsa lindin mundësi, balanconi punën dhe kohën personale për të shmangur lodhjen. Financiarisht, investime strategjike premtojnë kthime, por konsultohuni me ekspertët para angazhimeve të mëdha. Marrëdhëniet përfitojnë nga ndershmëria dhe cenueshmëria. Komunikoni hapur me të dashurit për të ushqyer intimitetin. Shoqërisht, ky muaj inkurajon lidhje kuptimplote, duke zgjeruar rrjetin tuaj. Venusi në shenjën tuaj rrit sharmin, duke nxitur ndjekjet romantike. Planifikoni një takim ose dalje të veçantë. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në qëllimet e fitnessit. Përfshini rutina dinamike për të ruajtur vitalitetin. Në mes të muajit, hëna e re frymëzon vetanalizën, duke nxitur rritjen personale. Konsideroni të rishikoni interesat e kaluara për frymëzim. Ndërsa Mërkuri kthehet në retrograd më vonë, kini kujdes me planet e udhëtimit. Vonesat dhe ngatëresat janë të mundshme. Fleksibiliteti është thelbësor për të përshtatur. Përqafoni ndryshimin, pasi kjo periudhë hap rrugën për mundësi të rëndësishme. Përputhni veprimet me vlerat, duke siguruar përpjekje të përmbushura. Horoskopi i Virgjëreshës për muajin Korrik 2025. Virgjëresha, Korriku thekson introspeksionin ndërsa Venusi thekson rritjen personale. Reflektoni mbi përvojat e kaluara për të udhëhequr udhëtimin tuaj përpara. Ndikimi i Uranit inkurajon inovacionin në ndjekjet e karrierës. Eksploroni metodat jo konvencionale dhe besoni instinkteve tuaja. Financiarisht, shpenzimet e ndërgjegjshme janë thelbësore. Jepni përparësi kursimeve dhe mundësive të investimit. Marrëdhëniet thellohen përmes dëgjimit aktiv dhe empatisë. Angazhohuni në biseda kuptimplote për të forcuar lidhje. Jeta shoqërore lulëzon nën Marsin, duke ofruar miqësi të reja. Jepini përparësi mirëqenies mendore duke përqafuar ushtrimet e vetëdijes dhe lehtësimin e stresit. Rutinat shëndetësore përfitojnë nga përfshirja e kreativitetit dhe relaksimit. Në mes të muajit, hëna e plot inkurajon çlirimin emocional dhe shërimin. Përqafoni vetëshprehjen përmes shkrimit ose artit për t'u lidhur me veten tuaj të brendshme. Ndërsa Mërkuri është në retrograd, kontrolloni 2 herë të gjitha komunikimet për të parandaluar keqkuptimet. Planifikoni me kujdes rregullimet dhe oraret e udhëtimit. Përqafoni përshtatshmërinë për të lundruar në ndryshime, duke përdorur këtë periudhë për reflektim dhe rritje. Vendosni qëllime që përputhen me vlerat tuaja, duke siguruar autenticitet dhe përmbushje. Horoskopi i Peshores për muajin Korrik 2025. Peshorja, Korriku përqendrohet në balancimin e jetës personale dhe profesionale. Pozicioni i Jupiterit në sektorin tuaj të karrierës nxjerr në pa arritjen. Shfrytëzoni partneritetet dhe bashkëpunime strategjike. Financiarisht, ky muaj sugjeron kursime. Planifikimi i kujdesshëm siguron stabilitet afatgjatë. Marrëdhëniet shkëlqejnë me entuziazëm. Venusi inkurajon romancën dhe thellimin e lidhjeve. Angazhohuni në dialogje të hapura për të zgjidhur çdo problem të kaluar. Në aspektin shoqëror, shfaqe mundësi të reja për jetëzim. Përqafojini ato për të forcuar lidhjet profesionale dhe personale. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi ekuilibrit dhe relaksimit në rutinat e përditshme. Provoni të integroni vetëdijen ose jogën. Hëna e re e mesit të muajit ndez projekte krijuese. Prandaj ushqeni talentet artistike. Ndërsa Mërkuri është në retrograd, jini të kujdesshëm me planet e udhëtimit. Vonesat janë të mundshme, prandaj planifikoni në përputhje me rrethanat. Mund të lindin keqkuptime, praktikoni durimin dhe qartësinë në biseda. Reflektoni mbi zgjedhjet e kaluara për rritje dhe përputhni qëllimet e ardhshme me veten tuaj autentike. Kjo periudhë reflektimi lejon transformimin personal, duke krijuar një themel të fortë për përpjekjet e ardhshme. Horoskopi i Akrepit për muajin Korrik 2025. Akrepi, Korriku paraqet një mundësi për vetanalizë dhe rritje. Energjia e Marsit ju detyron të rivlerësoni prioritetet,
veçanërisht në lidhje me ambicjet e karrierës. Jini të kujdesshëm në marrjen e vendimeve të mëdha financiare. Rishikoni me kujdes të gjitha detajet për të shmangur gracka. Marrëdhëniet kërkojnë komunikim të ndershëm. Ndikimi i Venusit ndihmon në zgjidhjen e problemeve të së kaluarës me dhëmshuri. Emocionalisht lironi modelet e vjetra duke përqafuar ndryshimin dhe duke kërkuar vetëpërmirësim. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në ruajtjen e ekuilibrit. Përfshini aktivitete fizike që nxisin vitalitetin. Në mes të muajit, hëna e plot ndriçon botën tuaj të brendshme. Mbajtja e një ditari ose meditimi mund të ndihmojnë në përpunimin e emocioneve të thella. Ndërsa Mërkuri është në retrograd, praktikoni durimin në dialogje. Keqkomunikimet janë të mundshme. Jini fleksibël me planet e udhëtimit ose të punës. Përqafoni mendjehapurinë ndërsa eksploroni mundësi të reja. Reflektimi mbi përvojat e së kaluarës ndihmon evolucionin personal, duke nxitur qëndrueshmërinë dhe qartësinë. Përdoreni këtë periudhë transformuese për të përafruar vendimet me vlerat tuaja thelbësore, duke hapur rrugën për shtigje përmbushëse dhe marrëdhënie të pasuruara. Horoskopi i shigjetarit për muajin Korrik 2025. Shigjetari, korriku ushen shpirtin tuaj aventuresk me Marsin që nxit udhëtimet dhe eksplorimin. Përqafoni mundësitë për të zgjeruar horizontet, qoftë profesionalisht apo personalisht. Përpjekjet në karrierë përfitojnë nga bashkëpunimet strategjike. Financiarisht, buxhetimi i disiplinuar ndihmon stabilitetin, shmangni shpenzimet impulsive. Marrëdhëniet nxjerrin në pa arritjen pasi komunikimi i hapur pasuron lidhjet. Jepni përparësi kohës cilësore me të dashurit për të thelluar lidhje. Në aspektin shoqëror, zgjerimi i rrjetit premton ndërveprime dinamike. Nga ana shëndetësore, balanconi aktivitetet fizike me relaksimin për mirëqenie. Në mes të muajit, hëna e re inkurajon vetanalizën, merrni në konsiderat shkrimin e një ditari ose meditimin për vetzbulim dhe qartësi. Retrograda e Mërkurit më vonë nxit kujdes në udhëtime ose logjistik. Kontrolloni 2 herë planet për të shmangur nga tërresa. Praktikoni durimin në komunikim dhe jini fleksibël me ndryshimet e papritura. Kjo periudhë inkurajon rritjen personale duke rivlerësuar qëllimet. Përqafoni këtë energji transformuese për të përafruar aspiratat me vlerat autentike, duke nxitur drejtime kuptimplote të jetës dhe marrëdhënie të përmirësuara. Lëreni eksplorimin të udhëheqë udhëtimin tuaj drejt përmbushjes. Horoskopi i Briciapit për muajin Korrik 2025. Briciapi, korriku thekson planifikimin financiar me ndikimin e Jupiterit në sektorët e pasurisë. Investimet dhe kursimet strategjike mund të sigurojnë siguri afatgjatë. Sa i përket karrierës, ky muaj favorizon konsolidimin e përpjekjeve në vend të fillimit të projekteve të reja. Planifikimi i kujdesshëm sjell përparim të qëndrueshëm. Sa i përket marrëdhënieve, jepni përparësi dialogëve të hapur. Energjia e Venusit mbështet pajtimin dhe thellimin e lidhjeve. Në aspektin shoqëror, ushqejini lidhje të ngushta për të përmirësuar rrjetet personale dhe profesionale. Shëndeti kërkon ekuilibër, merrni në konsiderat rutinat që rrisin mirëqenien fizike dhe mendore, si meditimi ose yoga. Hëna e re e mesit të muajit nxit kreativitetin. Eksploroni rrugët artistike ose hobi për relaksim. Retrograda e Mërkurit nxit një rishikim të kujdesshëm të kontratave dhe komunikimeve. Kontrolloni detajet për të shmangur keqkuptimet. Ruani fleksibilitetin në planet e udhëtimit pasi mund të ndodhin vonesa. Reflektoni mbi vendimet e kaluara për të udhëhequr aspiratat e ardhshme. Kjo periudhë inkurajon rritjen duke i përafruar veprimet me vlerat thelbësore, duke krijuar një bazë të fortë për arritjet. Përdoreni këtë mundësi për vetanalizë dhe planifikim efektiv drejt përpjekjeve të begata. Horoskopi i Ujorit për muajin Korrik 2025. Ujori, korriku thekson dinamikën sociale ndërsa Venusi rrit sektorin tuaj të miqësive. Angazhohuni në aktivitete në grup që ushqejnë interesat tuaja. Profesionalisht, inovacioni është qelësi, përqafoni metodat jo konvencionale për të përballuar sfidat. Financiarisht, shpenzimet e kujdesshme dhe investimet e menduara mirë rekomandohen për të ruajtur ekuilibrin. Marrëdhëniet lulëzojnë në transparencë dhe besim. Adresoni keqkuptimet menjëherë. Nga ana shëndetësore, theksoni mirëqenien holistike duke integruar praktikat mendje-trup si yoga ose tai chi. Në mes të muajit, hëna e plot inkurajon çlirimin emocional. Përpjekjet artistike si shkrimi ose piktura mund të ndihmojnë shprehjen e vetvetes. Me Merkurin retrograd, komunikimi kërkon kujdes, praktikoni dëgjimin aktiv dhe durimin në biseda.
Planifikoni fleksibilitet me rregullimet e udhëtimit. Reflektimi mbi mësimet e kaluara mbështet rritjen dhe qartësinë personale. Shfrytëzojeni këtë kohë për vetanalizë, duke ushqyer kreativitetin dhe lidhjet. Krijoni shtigje që përputhen me aspiratat tuaja, duke nxitur përvoja pasuruese dhe rezultatet e ekuilibruara në aspekte të ndryshme të jetës. Përqafoni ndryshimin dhe përshtatshmërinë për të shfrytëzuar plotësisht këtë muaj transformues. Horoskopi i peshqve për muajin korrik 2025. Peshqit, korriku përqendrohet në vetëzbulimin dhe rritjen emocionale. Neptuni, sundimtari juaj, frymëzon kreativitetin dhe imagjinatën. Kanalizoni këtë energji në ndjekje artistike. Introspeksioni është qelësi, shkruani në ditar ose meditoni për të thelluar vetëdijen. Njohuritë intuitive dhe të karrierës udhëheqin vendimet, duke nxitur progresin. Financiarisht, menaxhimi i kujdesshëm siguron stabilitet. Vlerësoni buxhetet dhe eksploroni mundësitë të sigurta investimi. Marrëdhëniet kërkojnë empati dhe dialogje të qarta. Shërimi i plagëve të së kaluarës forcon partneritetet. Nga ana shëndetësore, përfshini ushtrime të vetëdijshme në rutina për të mbështetur mirëqenien e përgjithshme. Në mes të muajit, hëna e re ngjall perspektiva të reja. Përdoreni këtë për të vendosur qëllime personale. Ndërsa Merkuri është në retrograd, rishikoni me kujdes të gjitha komunikimet për të shmangur keqkuptimet, veçanërisht në çështjet profesionale. Planifikoni për vonesa të mundshme në udhëtime dhe qëndroni të adaptueshëm. Përqafoni durimin dhe përshtatshmërinë gjatë gjithë kësaj periudhe transformimi. Përputhni veprimet me vlerat e brendshme për përparim domethënës. Njohuritë e fituara këtë muaj krijojnë një themel për lidhje të pasuruara dhe përmbushje personale. Lundroni në ndryshim duke u besuar instinkteve tuaja dhe duke përqafuar mundësitë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.